sulmi i Ukrainës dje është një pikë kthese, e para, e dyta është një mesazh për Rusinë, e treta është një mesazh për administratën Trump që Ukraina nuk ka humbur, Ukraina është aty për të fituar, dhe katra që duhet të them, do ta mbyll me një thënie të një nga eksponentëve më të lartë të Këshillit të Sigurimit të ish administratës Biden, Thomas Wright, i cili thotë, nëse presidenti Trump dëshiron një marrëveshje me Ukrainën, duhet të ndryshojë përqasjen ndaj Putinit. Okej, Gerard? Siç tashmë u tha, do edhe unë shkoj në një linjë me konkluzionet që bashkëfolësit paraqiten, që kjo goditje shënoi një pikë të re kthese për sa i përket luftës apo agresionit rus në Ukrainë, që do t'i shkojë në vazhdimsi bisedimeve dhe nivelit politiko-diplomatik që do të vazhdojë në të ardhmen, pa harruar që jo në sensin e hakmarrjes, por do thosha në sensin e reagimit, koha në të cilën jemi dhe periudha e verës deri nga vjeshta, kam një bindje bazë të analizës që ata do t'i intensifikojnë veprimet dhe operacionet luftarake. Do kemi ofensivë ruse apo ukrainase? Në Ukrainë, jo ukrainase. Ruse, natyrisht. Dhe unë i qëndroj asaj, nëse do doja ta mbyllja me një thënie të njërit nga diplomatët më të mëdhenj, do thoshta gjitha kohëra Henry Kissinger, që ka thënë që Evropa vazhdon të jetë e ngecur në të shkuarën që s'po heq dot prej saj dhe akoma se ka përcaktuar të ardhmen e saj. Kështu që nëse Evropa nuk do di të vazhdoj të reagoj në unison dhe e bashkuar si në nivelin e NATO-s, ashtu edhe Bashkimit Evropian, situatët të tilla të paparashikuara, por dhe pa përgjigjen e duhur mund të ketë në të ardhmen.